Debati mes Gjestit dhe Gertës ndizet në mes të shtëpisë, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjesti, i acaruar nga sjellja e Gertës, i drejtohet asaj me një ton të lartë dhe të prerë. Ti je një shpifse e keqe, Gerta. Nuk bën gjë tjetër veç se sajon histori dhe përhap thashe theme për të nxirr të tjerët. Nuk e dia e kupton, por loja jote është e ulët dhe qesharake. Thot ai, duke e parë atë me nervozizëm. Gerta, e irrituar nga fjalët e Gjestit, nuk e lë me aq dhe menjëherë i përgjigjet me ironi. Ah, po, sigurisht. Kur them unë të vërtetën, ti e quan shpifje. Sepse të ka dalë boja në Gjesti dhe e di shumë mirë që nuk mund të fshihesh më pas lojrave të tua të pista. Ja kthen ajo, duke i drejtuar një shikim sfidues. Gjesti fillon të qesh me përçmim dhe tund kokën. Po, ti qenë ke më e drejta nga të gjithë këtu. Ti që manipulon dhe fut përçarje mes banorëve, pastaj viktimizohesh sikur të gjithë të kaninat. Hipokrizia jote s'ka kufi, Gerta. Ja kthen ai me ironi. Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë nën-zë, ndërsa debati sa vjen e bëhet më i ashpër. Gerta, tashmë e nxehur, afrohet dhe i drejtohet Gjestit me një ton edhe më të fortë. Ti flet për hipokrizi? Ti, që bën sikur të interesojnë njerëzit këtu, por në të vërtetë i përdor të gjithë për lojën tënde? Mos kujto se nuk të njohim çfarë lloj personi je. Gjesti qesh sërish, por këtë herë duket më i acaruar. Ti nuk njeh as veten tënde, jo më mua. Nëse mendon se do të dalësh mbi mua me këto akuza qesharake, e ke shumë gabim. Sepse ti je thjesht një shpifse që nuk ka asgjë tjetër për të ofruar përveç fjalëve boshe. Tensioni mes tyre rritet dhe atmosfera në shtëpi bëhet edhe më e rënduar, ndërkohë që banorët presin të shohin nëse ky debat do të përfundojë apo do të marrë një tjetër kthes më të fortë.